Një ngjarje e rëndë që lidhet me një krim të ndodhur vite më parë në Kosovë ka marrë një fund edhe më tragjik jashtë vendit. Emrush Gashi, 66 vjeç, i dënuar për vrasjen e vëllait të tij më 14 korrik 2018 në fshatin Tërbovc të Lipjanit, është gjetur i vdekur në një burg në Francë disa ditë më parë. Sipas raportimeve, dyshohet se ai ka kryer vetvrasje. Rasti ka ngjallur sërish vëmendje pasi prokuroria themelore e Prishtinës ka konfirmuar se është njoftuar zyrtarisht për vdekjen e tij përmes kanaleve ndërkombëtare. Madje ndaj tij ishte ngritur edhe një akt akuze re në mars të vitit 2025. Në përgjigjen e prokurorisë thuhet, me datë 27/03/2025 është ngritur akt akuz për veprën penale vrasje e rëndë dhe mbajtje e pa autorizuar e armëve. Po ashtu kemi pranuar informacion për vdekjen e tij dhe jemi në pritje të aktvendimit të gjykatës. Historia e tij nuk përfundon me krimin në Kosovë. Pas vrasjes së vëllait, policia e Kosovës e kishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Në vitin 2021, ai ishte arrestuar në Francë pas disa vitesh arratije. Por sot historia e Emrush Gashit mbyllet në mënyrën më të rëndë të mundshme, në një burg të huaj, larg vendlinjes dhe familjes. Një rast që ka hapur shumë pyetje dhe shumë heshtje.